Mirë mbrëma gjithve, faleminderit që na keni pritur pas këtij takimi që kishim me udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me rast kryetari Lumir Abdigjiku erdhi me dy bashkëpunëtorët e tij, me zonjën Vjosa Osmani dhe me zotëri Lutfi Azirin. Në anën tjetër unë isha bashkë me Ministrin e Financave dhe anëtarin tonë të kryesisë, Hekuran Murati. Diskutuam shumë çështje të aktualitetit politik, të situatës institucionale, të sfidave të cilat na presin në aq shumë fusha për progresin që i nevojitet qytetarëve të Republikës dhe shtetit tonë. Me që rast natyrisht ndam edhe shumë brenga që kemi, por njëkohësisht ka edhe shumë vullnet e zell për të punuar bashkë në të ardhmen. Kjo natyrisht që është optimiste për të dy subjektet tona, e besoj që është edhe një gjë shumë e mirë për vendin tonë dhe për qytetarët në përgjithësi. Nuk mund të themi që takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës janë ndonjë lajm tashmë në Kosovë. Është normale që ato të ndodhin. Unë besoj që takimet ndërmjet subjekteve politike nuk do të duhejnë përgjithësi të ishin lajm, me qenë se pavarësisht ta jemi në opozit apo në qeverisje, ne duhet të takohemi, duhet të komunikojmë, duhet të bashkëpunojmë për ato për çfarë pajtohemi dhe duhet të synojmë të pajtohemi edhe për ato për të cilat nuk pajtohemi. Ajo që fatkeqësisht është lajm sot në Kosovë është që nuk arritet të takohem sërish me kryetarin e ri të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ardian Gjinin, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i komunës Gjakovës, përkundër përpjekjeve tona. Mendojmë që është e parësyeshme që të mos takohemi e bisedojmë, kur e dim që politikanët në Kosovë, edhe vendor, por edhe me diplomatët e politikanët ndërkombëtar, takohen aq shumë e shpesh, sa që pothuajse secili me secilin, e tash të mos takohet vetëm kryeministri, përkatësisht unë, me kryetarin e një komune, përkatësisht kryetarin e AK-s Gjini, besoj që kjo është lajm sot në Kosovë. Në anën tjetër, për dallim prej kryetarit të AK-s, i cili u vetë përjashtua para se të filloj procesi i bisedimeve, e kemi një situatë tjetër gjithashtu jo të lehtë, për shkak se kryetari i PDK-s u vetë përjashtua në fillim të procesit të bisedimeve, zhvilluam vetëm një takim, unë besoj që duhet takohemi edhe më tej, kjo nuk u bë e mundur, vullneti dhe gatishmëria ime, përveç se interesimit tim, do të jenë gjithmonë aty, pra në një kohë të përshtatshme, në cilin do vend që zgjedhin ata, unë jam i gatshëm që të takohem edhe me kryetarin e AK-s, edhe me kryetarin e PDK-s. Kemi aq shumë tema për t'i diskutuar, nuk besoj që nuk ka diçka për të cilën nuk pajtohemi, ka shumë gjëra për të pajtohemi dhe që mund t'i shndrojmë në një plan veprimi. Në anën tjetër, për interes shtetëror, edhe nëse kemi mos pajtime, nuk besoj që të gjitha mos pajtimet ngelen të tilla nëse ne takohemi edhe përpiqemi që t'i urrëzojmë ato. Sa i përket takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi, pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësi që i kemi përpara, kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Askush nuk i do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mosdëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktohen. Për këtë jemi të vetëdijshëm edhe lëvizja vetëvendosje, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin dhe takimet, por ndërkohë që e bëjmë këtë, me qenë se janë afruar ditët, koha është shkurtuar dhe do të na duhet që edhe në rast të mungesës së një marrëveshje politike në ditën e nesërme,
pas nesër të jemi në fillimin e seancës konstituive të legjislaturës së 19.